në luftë për ato treja skuadrat që janë para, sepse Partizani ose Dinamo për vendin e katërt janë të distancuar nga treshja e parë. Them që janë të tre skuadra që do ta diskutojnë titullin kampion. Edhe për arsye të formulës. Qartë. Ndërkohë, sa i përket sfidave që luajtën herën e fundit, Vllaznia ndërkohë thamë edhe në fillim që ka bërë një performancë mjaft të mirë dhe po vijon, ndërkohë lufta që po bëhet me vendin e 4 dhe vendin e 5. Partizani Durrës nuk e nisi aq mirë sezonin, por duket se ka gjetur tashmë veten. Megjithatë Dinamo është shumë pranë pra për të zënë një vend për në Europë, pra në vendin e 4 tashmë. E shikoni këtu ndoshta edhe pikën më kurioztare të gjithë këtij sezoni se çfarë do ndodh se kush do të ruajë vendin e 4 mes Dinamos dhe Partizanit? Patjetër, Partizani me Dinamon është për vendin e 4, që janë të konfirmuar. Po. Partizani ishte fillimi i keq, ka patur shumë oscilacione, të jemi konkret. Edhe tani javët e fundit nuk po gjen vetveten, u afrua përsëri Dinamo, nuk shfrytëzoi atë diferencë. E njëjta situatë edhe